tjerë, e kam takuar djalin tuaj vetëm një herë vetëm, Besardin, dhe më ka bërë përshtypje, nuk e njihja. Besari. Ma ka prezentuar një miku i përbashkët, emrin e cilit nuk po e përmend sepse nuk e di nëse do donte ai që ta përmendja, ka qenë njëri pranë strukturave dhe partisë tuaj. Dhe ajo që më bëri përshtypje, ju a thash edhe privatisht, por po dua ta them publikisht, është që pavarësisht se ai ishte djali i Ilir Metës dhe Monika Kryemallit, ishte dikush me këmbë në tokë. Pra, ju sot sigurisht jeni në një situatë jo të favorshme, edhe njerëzore dhe në vis-a-vis në raport me ligjin dhe politike, por ai është rritur... Ne nuk kemi në problem me raport me ligjin, jemi në raport me spakun e Edi Ramës. Po mirë, dakord, mirë, le ta quajmë me spakun e Edi Ramës, por ai, me sa kuptova, nuk ishte rritur me idenë që t'jem djali mamit, djali babit, djali presidentit. Kështu që, dhe do t'ju pyes më vonë për të. Kjo ishte një vlerësim, me që unë jam pak më i madh se djali ju e Besari në moshë. Faleminderit, përgjithësin në natë kënaqen kur ju lavdërojnë fëmijët, po edhe themi mos na i merrni mësues. Atëherë, pyetja që kam për juve është si po e bëni ju fushatën duke mos qenë, ose fushatën për Ilir Metën, pra kërkesën, duke mos qenë pjesë tani më e strukturave të Partisë së Lirisë. Shiko, vetë metodologjia e punës time në fushat ka qenë derë më derë, kokë në kokë me njerëzit. Unë, edhe kur dëgjoj tani atë që diskutonim dhe pak më përpara, fushata në muajin e fundit është një fushat që do të imponoj një perceptim tjetër tek qytetari. Nuk është se njerëzit e kanë ndarë mendjen se për kë do votojnë, ngelet ai 2% që ishit blerjes votës për hir të vërtetës, që është gjithmonë në javët e fundit, ndërsa pjesa më e madhe e njerëzve janë të qartë. Aq më shumë në një elektorat siç është në Shqipëri që tashmë janë bërë tifoz, pra nuk janë më elektorat që votojnë për ideologji. Kur e kanë ndarë për Ilir Metën në mendjen njerëzit? Dhe pse e kanë ndarë? Për shkak të ndereve që Ilir Meta mund të ketë bërë në të shkuarën? Për shkak të marrëdhënieve personale që Ilir Meta ka me... Djali juaj në pash duke kërkuar vota për tatin. Edhe konjunkturën se ku qështë tek e kam... Po, kërkoj vot për babain tim dhe ashtu sikurse edhe unë kërkoj vot për babain e fëmijëve të mi dhe në anën tjetër kërkoj vot edhe për ish kryetarin tim, po themi, apo ish presidentin tim, se mua ata vetëm kanë përjashtuar. Kështu që nuk ka gjë, por ajo që unë mendoj është që sot vetë politika shqiptare është në një moment që mendoj që ndoshta këto zgjedhje do t'i japin një hapësirë tjetër më pas, duke pasur parasysh që ne kemi shumë probleme me ndërtimin dhe sjelljen e politikës përballë votuesit. Ajo çfarë unë kam konstatuar që fryma në votues është më e mirë se në partitë politike. Pra, nëse partitë politike janë më të burokratizuara ose më të çorganizuara, vetë elektorati, vetë votuesi është më i strukturuar, më i organizuar dhe më i zhdërvjell. Ajo që unë ndjej është që në takimet që unë kam të shpeshta me njerëzit, komunikimet, një pjesë edhe me telefonata, sepse për hir të vërtetës komunikimi me njerëzit është një komunikim jashtëzakonshëm. Unë kam bërë jo se kam bërë unë analizë, po vetë nga studimet ka dalë në të gjitha sondazhet, pavarësisht se tani jam skeptike, 1 në 4 persona ka votuar të paktën një herë për LSI-n, pra e ka votuar një herë Ilir Metën. S'ka rëndësi se ku ka qenë e renditur. Pra janë njerëz të cilët kanë pas një kontakt, po themi, politik, një moment politik me Ilir Metën apo me strukturat politike të Ilir Metës. Ka shumë të larguar dhe për hir të vërtetës ka shumë vota emigrantësh të cilët kanë ardhur, pra do thoni ju, a i keni parë, as i keni parë, nuk mund të them që i kemi parë, sepse është shkelje e ligjit, por me njerëzit në cilët ne kemi komunikuar, ata e kanë deklaruar votën e tyre dhe kjo është një anë pozitive. Se si do të vi, sepse me që kemi marrë vesh kanë probleme me votat e Greqisë, që janë blokuar, duke pasur parasysh që unë në këndvështrimin tim në analizën time politike kam parë pak problem Greqin, për shkak se probabiliteti për ta blerë votën në Greqi ka qenë shumë më i madh se sa po themi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Itali, në Angli, në Gjermani apo në Francë. Ndërkohë që në Greqi ka pas dhe një problem tjetër, që fluksi i emigrantëve të regjistruar është bërë nga administrata shtetërore në Tiranë, e cila ka regjistruar për shembull çdo antar i qeverisë, pra po themi çdo antari administratës ka pas detyrim për të patronazhuar farefisin e tyre dhe për t'i regjistruar, por ka pas një problem tjetër, ndryshe nga në Amerikë që DHL-ja ta ka çuar zarfin në derë, apo në Angli që kanë postcodet, kanë adresa të sakta, në Greqi
ai duhet t'i japi 20 minuta makinës për të shkuar për të marrë zarfin. Dhe jo gjithmonë ka rezultuar. Kjo të paktën nga informacionet e mia, ka qenë shumë e vështirë për atë pjesë të Partisë Socialiste dhe kjo është edhe një... Po mirë, kjo më falë, me pozitive, gjithë cinizmin që mbartë konstatimi im, kjo çon ujë në mullirin e opozitës. Po patjetër. Se opozita sot e dje përmes Josefina Topallit ngre zërin për sepse pyetja është ku shkojnë ato zarfe që kanë vajtur fizikisht në Greqi. Patjetër që shkon, sepse një po themi votues që është regjistruar me dhunë, po themi, nga administrata qeverisë, normal që nuk ka ndërmend të lëri punën ku është dhe të japi makinës 20 minuta apo një orë që të shkojë të marrë zarfin. Ndërkohë që ka pasur, po themi, edhe përplasje tjera. Megjithatë, ajo që unë dua të theksoj dhe që ndjej është që fryma është shumë e mirë. Unë faktikisht punoj në qarkun e Tiranës, nuk mund të them dot për qarqet e tjera, por fryma është shumë e mirë, është pozitive. Njerëzit kanë një lloj, po themi, të çlirimi, sidomos qyteti Tiranës. Kjo ka ardhur edhe si një rezultat, po themi, edhe i largimit po themi të asaj presioni që ushtronte Bashkia e Tiranës, se ne duam apo s'duam, por në zgjedhjet e 2021-shit apo dhe në zgjedhjet e 2023-shit, prezenca e Erion Velis nëpërmjet institucioneve të bashkisë, drejtorive të bashkisë, kur ka marrë bashkinë Erion Velia në 2015 ka qenë me 3.000 punonjës, tani është mbi 15.000 punonjës. Përveç asaj, duke pas parasysh që fluksi monetar që kalonte nëpërmjet lejeve të ndërtimit apo nëpërmjet strukturave, pra ka qenë një presion psikologjik dhe monetar që ushtroheshte tek njerëzit, edhe kërcënimi ka qenë më i drejtë për drejtë. Ka një lloj tensionimi për vetë faktin që është pak e çorientuar dhe e çorganizuar, sepse ku do të shkojë ky lloj elektorati, kjo është pastaj një gjë tjetër, është për të parë dhe për të analizuar nga politologët dhe nga ata që bëjnë studimin e, po themi, të votës apo të terrenit. Por ajo që është shikon që njerëzit kanë vërtet pak kënaqësi me qeverisin dhe janë më të gatshëm për ta theksuar këtë gjë. Nga ana tjetër pastaj është sigurisht edhe kandidaturat, ndryshe nga Partia Socialiste, që Partia Demokratike ka vendosur në listë të mbyllur kandidaturat, po themi, njerëzit e vjetër të partisë, pra po themi strukturën e vjetër të partisë. Veteranët, në qoftë se mund të quajmë. Po, mund ta, po s'doja ta thoja ashtu se mos është. Dhe ajo nuk përçan partinë në bazë, faktikisht, pra e lejon partinë që tjetë më fleksibël për ta çuar votën, dhe nga ana tjetër futja e të rinjve në listë të hapur, je probabilitet për të marrë një votë jo shumë tradicionale. Pra vota tradicionale do të shkojë dhe do të votojë, po themi, në strukturën e Partisë Demokratike, ndërsa një votë që ka probabilitet, po themi, që mund të jetë lëkundur, mund të jetë gri, ka probabilitetin për të ikur tek kandidatët e rinj. E kundërta ka ndodhur në Partinë Socialiste, ku unë shikoj që titanët e Partisë Socialiste, se thash tiranët, po titanët e Partisë Socialiste, po përplasen me njëri tjetrin, dhe faktikisht përplasja ndodh brenda bazës së partisë, pra ata kërkojnë të marrin votë individuale të Partisë Socialiste, nuk kanë ndërmend të dalin jashtë strukturës partisë, edhe për dalë jashtë strukturës e kanë shumë më të vështirë, sepse njerëzit janë të pakënaqur, kanë, do të thënë, vetëm rindërtimi sapo kënaqësirat mëdha ka bërë thjesht në gjithë rrethinat e Tiranës. Për të mos vazhduar më pastaj me problemet e tjera që kanë me pronën, qytetarët e të tjera. Mendon që ka bërë gabim Ilir Meta